Deri në 4 kam bërë violin, nga klasa 5 deri në vit 4 kam bërë fagot edhe kanto sekondare. Luna fagot dhe kanto sekondare. Vegël frymore. Fagot është kështu. Ajo film. Fagotin dit luajn piano, kitar, klarinet. Pak më ka dalë me shpjegu. Po dakord me qena shumë. Atëherë, keni në shkollë. Po, në 85. Po, kam një në klasë parë 6 vjet, moshë 6 vjeçare. Deri nga klasa parë deri në klasë 4 fillore kam studiu për violin. Nga klasa 5 fillore deri në matur 8 vjet domethënë, kam bë fagot, vegël frymore dhe kanto sekondare. Dija po ashtu të luajn piano, kitar, klarinet, saks. Në moshën 15 vjeçare kam fillu punë për herë të parë profesion banakier. Aty kam marrë mrapa, porda? Ku ke punuar si Lindani? Shkodër, jam alon Shkodër, s'kam lidh. Okej. Familja eme është përbëm aktualisht, domethënë, unë kam një motor më të madhe, kam edhe nanën, baba nuk jeton më. Moshën 17 vjeçare kam marrë pjesë një kompeticion që quhet Atërethet e Spremtës mrama, ku e fitova. Pastaj mora pjesë në festival shqiptar për herë të parë të fund vitin në RTS, zura vend dytë, mora pjesë për vitin tjetër zura vend parë. Fol më avash se dua të dëgjoj. Zura vend dytë, herën e parë. Vitin tjetër, që i bite viti 2006, zura vendin e parë në festivalin e këngës në radio televizion. Cili prej jurisë etave të Premtës ka qenë favoriti jatë? Edhe tregona pak më shumë për eksperiencën. Tani sa ishe? S'isha me favorit. Ishe një mentor aty? Për mua se di, që ishe kjo ethet? Si me thani X Factor. Po, veç kjo ka qenë Gjitha që në një gjë. Po, gjitha po, vetëm këngë. Okej, qa bërë pas Eurovision? Aty pastaj përfaq ika në Eurovision. Pas etave të së Premtës. Okej, na trego pak për mua, e ka për mua. Duhet më tregosh për... Se s'ta marrë në krejt historinë, atëherë bëni pyetje tjetër. Jo, ideja Okej, jepi. Më trego pak për eksperiencën tënde të Eurovision. Ka kanë jashtëzakonshme, emocion më të madh s'kam me provu më herë. Ku ishe në atë vit? Në Athinë, në Greqi u bë. Dhe më thanë, se Eurovisioni u zhvillu në stadium në Athinë. Skena ishte të porta, Armandoja ishte në port. Se ka kanë edhe ky me Muki që më shë ekstrem. Ka kanë një skenë jashtëzakonshme, dhe më thanë, emocion i papërshkrueshëm. Llogarit e thjesht skenën tek porta, ku është një raport, dhe fushat jetë mushën komplet njerëz, që shishe veç koka, plus edhe komplet arena rumullak. Prisja të fitoje, e shpresojë me vërtet? Po çfarë thumë, po asë unë prisja të jetoja, jo të fitoja. Kur kam kanë aty veç mu drillshin gjyq, se ishin dritat fik. Edhe kur ishin dritat fik, e shifsha komplet stadiumin deri në fund. Edhe aty un piva komplet. Pastaj kur kisha me fillu nezën projektor që mranin sy, shifsha vetëm pak rreshta. Aty u musha me frymë, edhe fillova. Është emocion i jashtëzakonshëm. Kush e ka shkruajtur këngën? Këngën e ka bërë Klodian Çafoku. Tekstin i ndjeri Dr. Flori, edhe kam kënu me, ka qenë dhe Petrit Lulo, që ka shoqëru, Armaldoja ka qenë po ashtu, Fabi, Aureli, kemi kalu jashtëzakonisht shumë bukur, eksperiencë shumë e bukur atje, ishim gjithë të ri, domethënë. Ka pas pesh kjo gjë në jetën tënde, ose? Isha shumë i ri për me a kuptu rëndësinë edhe peshen e saj, po e di që nuk ka me harru ta njëtën, domethënë, dhe ato që e kanë provu, veç ato që e kanë provu mund ta dinë se si është, domethënë, të marrë për asysh atë mallësinë që kishte edhe e famen që kishte në botë gjithmonë. Të mungon? Më mungon, nuk është se atë mungon, e normal që i mungon, se kush nuk do në tjetë në atë skenë, edhe të ketë atë lloj audiencet e atë lloj vëmendjet e kështu, por është përgjithësi shumë e madhe me kalimin e viteve, se tu rrit, tu pjek, ja kupton rëndësinë, ja kupton përgjithësinë dhe ndoshta... Ke qenë i pari, në falë? Jo, kam qenë i treti. I treti që ka përfaqësuar? I treti, po. Ka qenë Anjeza e para, ka qenë Ledina e dyta, atëherë kam shkuar. Vazhdoj? Vazhdo, po. Bas Eurovisioni është shumë interesante. Skalove direkt e Eurovisioni, s'na the asgjë për fëmijërinë, si ke qenë, si... Ishtu si më shef. Që do të thotë? Gjithë jetën. Flisje shumë. Po. Ishe shumë i gojës. Unë deri në moshën 4 vjeçare nuk kam fol, as kam zerra si tingull. Tani kuptova. Sepse kam pas një lloj çuçute smundje që ishte e vonueshme, domethënë mangësi. Vonesë në të folur. Mungesë në folur, po as nxjerrje e tingullit. Vonesë në të folur. Vonesë, as nxjerrje e tingullit hiç, domethënë se thotë nana gjithë natën pa gjumë, se kur kjo ashe nuk e disha e tu kjo, do të më çu me të fa. Se nuk qohë e tingull as tu kjo, si më thënë, as absolutisht as gjë. Si u zgjidh? U zgjill, kena një dark tek shtëpia e tezës.
unë kam kënë tokë të lujt me një makina, nuk e di se me qa. Dhe ka ardhë motra, e ka shkel, e ka kap, e ka vumi i tavolinë. Edhe unë prej poshtë kam zxatë dorën për me e marrë, si që ma shpikon nana, se maj me 4 vjeç. Edhe si që kam rritë, që kam na i kështu e kam thirë dada, i ka që, këta janë prej kretë, komplet do me thonë, se foli. S'kan lvizë, se kam thonë mos të aprishin, e kam vazhdua, di dada, nana, qysha ditë s'ma me uma. Edhe kam mangu që me thonë, 4 furra bukë. Po si natyrë kështu kam kënë, do me thonë, nuk ka se më kape, ku kena kënë me grupë, me shokë, qofë në tavolinë, qofë në plazh, qofë në dasëm, qofë në gëzime familjare. Dhe me thonë, kam qenë gjithmonë, kam pas qef gjithmonë me ngacmu, me humor, me batuta, me këto. Mas Eurovizionit, u ktheva në Shqipëri, dhe vendosa me shku jashtë, me vazhdu studimet në Francë. Shkova në Strasburg, njëjtën kohë që isha në studime, kam punuar në Këshillin e Europës, për 3 vjetë. Se nuk vendose me muzikë, halo? Ja, nuk po më pëlqente fort. Pra, kjo është edhe unë kisha këtë pyetje. Nuk po më pëlqente për momentin dhe i thosha vetit ke koboll kur të kthehesh. Kështu që shifi herë ban diçka. Beson një karrierë tjetër. Jo, thjesht dosha me kriju i bazë, domethënë ma rezistente se sa muzika, se muzika thosha për ditë po dalshin këngëtar 3. Alla e ke diqa është talent që të kalon zoti, kurse ka pjesa tjetër do të përkushtim me kohë. Të ka ardhë keq që nuk e vazhdove direkt? Jo, sepse çdo eksperiencë është shkollë në veti, domethënë, është diçka që ja vlen ta bësh. Aq më tepër kur është në mirë tënde. Njëtën kohë që bona 3 vjet në Strasburg, punova në Këshillin e Europës. Nga aty kalova në Paris, ku vazhdova prapë studimet në Paris, kam punuar, kam qenë sekretari i parë në ambasadën shqiptare në Paris. Në Paris, po? Po, nga aty u ktheva në Shqipëri. Mora licencën e notarisë, për 8 vite kam qenë notar, mas notarisë 8 vite. 8 vite notar. Në Paris? Në Tiranë. Jo, në Tiranë. Mas noterit u futa në punë të Keshi, nga Keshi morën telefone jam këto, korporata energjetike shqiptare. Okej. E gjithë Shqipërisë është me qenë në Tiranë, aty. Aty çfarë roli kishe aty? Aty kam qenë specialist në menaxhim të rrezikut të gjithë Shqipërisë. Si kemi qenë. Ka qenë i drejtorinë vetë. Në drejtori do të thonë juridike, nga që varet nga drejtoria juridike. Do të thënë si deg ishte deg juridike. Po. Okej. Pra në profilin tënd të studimeve. Po. Po çudiu nuk e lidh fare me këtë për shkak. Po të kam thënë nuk njeh hiç. Për mirë të për se do për keq. Drita shqiptare sot kësaj dite. Ishe i përmbushur në këtë pjesë. Prandaj thotë do fik drita këtu. Mos e kthani në gjë tjetër, jemi të fol. Jemi do bëjmë do pak kështu. Gjatë këtyre viteve që ke punuar në një fushë totalisht juridike dhe që Po jashtë muzikë këtu. I ndiheshe i përmbushur. Gjatë këtyre viteve kam marrë pjesë prapë në festival shqiptar, ku kam fituar prapë çmimin 2. Çmim 3. Çfarë viti ishte ky? Ka qenë 2009-ën, pastaj në 2010-ën mora pjesë te Kanga Magjike, ku edhe fitova. Që isha pjesë edhe unë. Edhe dikur e kam pasur në këngë që fitova. Edhe fitova, pastaj u shputa. Pastaj u shputa, edhe filluan këto, erdhi kjo fryma e re e këngëve që vazhdon e la sot, domethënë që s'kam lidhje me to hiç. Po këtë do të tregu. Që është rryma jote muzikore e preferuar? Çfarë do doje ti të këndoje, po të kishe mundësi të punoje për Sony Music, le të themi, Sony Records, kishe kontratë Sony. Ke mundësi të bësh unë jam te muzika, domethënë te muzika e lehtë, po themi, po e mirë fillt. Shqiptare. Jo me fjalë të nënkuptume, jo me tek pa kuptim domethënë veç. A kina i emën ndaj artist që e kishe cek, për shembull ky ose ajo ose ai. Këtë do doje. Që bën tani muzikë të mirë. Që e bën këtë muzikë të mirë. Do doje unë këndoja për shembull Albani, Skënderaj. që nuk ka se merret fort me këta këngë komerciale, mund të bajnë një hit veret si e quajnë këta, e ke parasysh, po edhe i vetë din që e ka bë dhe e pranon që e kanë bë fiks për këto 2 muaj. Nuk ka se e thotë kanë bë mega hitun edhe Me cilën këngëtare shqiptare, më fal, do kishe bërë një bashkëpunim? Tani, nëse tani do dilje me të gjithë. Me të gjithë. Edhe nëse ajo këngëtarja mund të jetë komerciale. Ja. Po prandaj, mund të zgjedhësh një që ti do ta preferoje që të bëje? Po me Aurelen, me Julianën, Pashën, me